Dashur vëllezër e motra, i themi gjëra troq, zërathilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime kryeluese ruso-serbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në burg. Këtë çështje inekzistente që doli nga kuzhinat e shërbimeve serbe me institucione ruse e hetoi edhe tribunali i Hagës dhe konstatoi që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin. Kohë më pas, Dik Marti e riaktualizoi mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-serbe dhe inicioi miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroi themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e krylluar të organeve. Kjo gjykatë u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që nëpërmjet Rusisë ta themelojë atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ta rikthejë unikun ku Rusia ka të drejtë vetoj. Sot të gjithë jemi dëshmitarë se ata akuza s'ka të bëjë me trafikim organesh, por është një reciklimi akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu siç u bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë Demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni Euro-Atlantike, për të drejtat e shqiptarëve në luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bëhemi, të bashkohemi edhe për lirinë e zyrtarëve dhe dignitetin e ushtrisë shqiptare të Kosovës.